Edhe nëse si jemi pajtuar ndonjëherë, besoni ka qenë kryesisht për raportin tonë me Serbinë. Por unë nuk mund të pres nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta kenë qëndrimin për Serbinë si ka Kosova. Jo, po ju e dini që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë njohur Serbinë, e njohin edhe Republikën e Kosovës. Kanë interesa ndryshme. Janë miq e aleat e partner ton. Madje janë aleati i pazëvendësueshëm e partneri kyç i yni, janë edhe miku ynë special. Por është gabim si qytetar të Republikës Kosovës, unë si kryeministër i vendit, të pres që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta mbajnë të njëjtin qëndrim sikur unë karshi Serbisë. Unë kam një qëndrim më të avancuar, besoj unë. Jo, ata kanë raporte të ndara, zoti Kurti, sepse kanë interesa të ndara. Interesi i Kosova ka një qëndrim tjetër, sepse unë përfaqësoj një popull që ka përjetuar gjenocidin e Serbisë 4 herë. Ky gjenocidi i luftës fundit është vetë gjenocidi i 4. Janë 3 gjenocide para kësaj. Njëri është 1875-1880, tjetri është i luftës ballkanike 1912-13 dhe tjetri në fund të luftës dytë botërore dhe atëherë kur u thas që u bë çlirimi nga nazifashizmi, por në fakt ne u riokupuam nga Jugoslavia dhe Serbia. Pra, me fjalë tjera, ky është gjenocidi i 4. Nuk mund të pres unë që qëndrimin për Beogradin do ta ketë njësoj sikurse shtëpia e bardhë e State Departamenti, sikurse qeveria dhe kuvendi i Republikës. Unë besoj që ne gjithmonë duhet të kemi një qëndrim më të avancuar në kuptimin pozitiv e parimor të fjalës, në kuptimin le të jetë edhe të rigjiditetit karshi Serbisë në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është normale.